Sot do të flasim me drejtoreshën e këtij instituti, historianen Dr. Teuta Shala Peli. Teuta, përshëndetje dhe faleminderit që jeni me dëgjuesit e Radio Kosovës. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Dje keni përuruar një mori librash nga instituti që ju e drejtoni. Për çfarë librash bëhet fjalë? Po dje Instituti i Historisë Ali Hadri me rastin e 59 vjetorit të themelimit e ka shënuar me përurimin e botimeve të botura në periudhën në prill 2025-prill 2026. Dje janë përuar 24 botime shkencore. Prej tyre 8 kanë qenë monografi, 10 përmbledhje me dokumentet, 3 përmbledhje me punime nga konferencat shkencore, po ashtu është promovuar edhe revista shkencore Kosova. Një punë voluminoze, një punë që ju ka marrë kohë sigurisht. Çfarë tematike në përgjithësi trajtojnë këto libra? Po, këtë vetë kemi arritë që secili departament i institutit të realizoj botime nga fushëveprimtaria e atij departamenti, apo thema mirë projekte tematika të cilat janë kuadër të atij departamenti, duke filluar nga antika e deri tek shpallja e pavarësisë. Domethënë, temat që trajtohen në këto botime kanë kapi një periudhë të gjerë kohore, ka botime të cilat flasin për periudhën antike, po ashtu dje janë përuar edhe vepra të cilat trajtojnë tematika me shumë rëndësi nga periudha e mesjetës, po ashtu edhe nga periudha e rilindjes dhe ajo bashkohore, duke përfshi luftën e fundit në Kosovë dhe proceset të cilat kanë dërguar deri tek shpallja e pavarësisë së Kosovës. Këto për nga rëndësia, këto vepra janë, besoj që janë të një rëndësie, sepse janë të pasuruara me burime të shumta arkivore, me literaturë, është një punë mjaft serioze e studiuesve të Institutit të Historisë, por edhe bashkëpunëtorëve të institutit. Libra që i kemi përuar dje, një pjesë e madhe ka qenë e punëtorëve të cilët kanë arritur që të realizojnë me sukses projektet e tyre, po nuk kanë mungu as librat e bashkëpunëtorëve të jashtëm të institutit. E ju personalisht a jeni autore ndonjë libri tash që është promovuar? Jo, dje që jam promovuar nuk jam, mirë po kontributi im si kryeredaktor është në gjitha ato botimet. Mbas pozitës zyrtare që e bëj, jam kryeredaktor atyre botimeve, prandaj ka qenë edhe një punë, një angazhim edhe një përpjekje imja me udhëheq 24 botime. I përmendet periudhat historike. Sa është vështirë të gjinden fakte në këtë kohë për botimin e librave, ose çka keni nxjerr diçka që nuk është ditur deri tani në publik, për shembull, a ka diçka brenda tyre? Po është që çdo herë historia ka mundësi me sjell, domethënë me sjell rezultate të reja, kjo krejt varet prej hulumtimeve në arkiva. Sa më shumë që hulumtojmë në arkiva, aq më tepër vim tek një e vërtet historike. Ashtu si që përmenda dje janë përuar 10 botime të cilat kanë qenë përmbledhje me dokumente, janë dokumente të cilat janë marrë nga arkiva të ndryshme, qoftë në Shqipëri, po edhe në për vende të ndryshme të Evropës, arkiva të cilat kanë fonde të pasura për historinë tonë, po jo vetëm për historinë e Kosovës, por për historinë kombëtare në përgjithësi. Projektet tona dhe fushëveprimtaria e institutit nuk fokusohet vetëm tek historia ose shkrimet e historisë që kanë bëjë me Kosovën, por me gjitha hapësirat shqiptare. I përmendet arkivat në për Evropë. A janë më të pasura ato me dokumente për ne, apo ne vetë? Varet për cilën periudhë është fjala, varet raportet, domethënë raportet tona ose ngjarjet që janë zhvilluar atko, natyrisht se një pjesë shumë e madhe e dokumentave ruhet nëpër arkiva shumë të rëndësishëm të Evropës, edhe ato hulumtime neve na kanë ndihmuar marrë deri tek rezultatet cilat edhe vazhdimisht me botimet tona po i sjellim. Unë përmenda që dje kemi përuar edhe revistën Kosova, ka qenë numri jubilar, numri 50 i revistës Kosova. Është revistë e cila del që nga viti 1972, ka dalë vazhdimisht. Po ashtu
unë e kisha veçu sepse ajo revistë ka kontribu shumë në zhvillimin e historiografisë, aty trajtohen tema nga gjitha periudat dhe me tematik nga historia jonë kombëtare, natyrisht se nuk mungojnë as punimet e studiusve të jashtëm. Kur them studiusve të jashtëm, nuk është fjala vetëm për studius që janë jashtë Kosovës, duke përfshi për shembull Shqipërinë, Maqedoninë apo shqiptarë që jetojnë në Maltezi, por edhe studius ndërkombëtar kanë filluar të shfaqen interesim dhe të dërgojnë punimet e tyre qoftë në revistën Kosova, po ashtu edhe tek paraqitën në konferencat, rezultatet e cilave ne kemi mbri që t'i publikojmë. Ata të jashtëmit kanë studime për Kosovën? Kanë studime që lidhen me historinë e shqiptarëve. Kem pas fatin që në konferencat na vinë studius të huj, natyrisht që i sjellen rezultatet dhe punimet e tyre. Dje kemi përru edhe 3 botime cilat janë rezultat i konferencave shkencore, konferencat cilat instituti ka organizu bashkë me bashkëpunëtorët, duke fillu me Institutin e Historisë Tiranë, Institutin Albanologjik në Prishtinë, me Departamentin e Historisë, pra me shumë institucione me cilat ne kemi mbri që të lidhim marrëveshje bashkëpunimi. Dje është përru përmbledhja me punime cila trajton një temë mjaft rëndësishme, është kontributi i diasporës shqiptare prej vitit 1912 deri në vitin 2008, pra është përfshi kontributi i diasporas për çështjen e Kosovës. Është përfshi komplet diaspora shqiptare. Ka qenë një konferencë e cila është organizu vitin që shkoi në qershorinë e vitit të kaluar dhe rezultatet e asaj konferencë dikon afër 40 punime kemi mbri që ti publikojmë. Është mjaft voluminoze, po edhe ka gjana shumë me rëndësi për kontributin e diasporës. Sidomos kisha veçu kontributin e diasporës në vitet e 90-ta dhe në luftën e fundit, ka shkrime shumë me interes që e pasqyrojnë atë kontribut që diaspora ka dhënë në vitet 90-ta për arsimin dhe për temat të ndryshme, po ashtu dhe për luftën e fundit në Kosovë. Gjithashtu nuk ka mungu kontributi deri në vitin 2008, do të thonë në periudhën e shtetëndërtimit. Diaspora gjithmonë kontribuse ndaj vendit, ndaj Kosovës. Ashtu është vlerësuar në konferencë, po ashtu edhe punimet, rezultatet e atyre punimeve e kanë vënë paket kontributi, cili nuk ka mungu, domethënë që nga shpallja e pavarësisë Shqipërisë në 12-ën, kur një pjesë e madhe e hapësirave shqiptare ka mbetë jashtë Shqipërisë, e deri tek viti 2008. Pra kemi mbri që ta pasqyrojmë kontributin e komplet diasporë duke përfshi shqiptarët nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Vereu, Malezi, pra krejt hapësirat shqiptare. Punë e jashtëzakonshme. Zonja Teuta, sa është e vështirë të drejtohet një institucion, çfarë drejtoni ju? Jeni që një periudhë kohore. Po, unë jam gati 4 vite jam në kryet e Institutit e Historisë. Drejtimi i një institucioni shkencor ma shumë është përgjegjësi se sa privilegj, nuk është e lehtë, duhet mjaft punë, duhet maturi, po ne kemi dalë, në këtë periudhë kemi qenë shumë bashkëpunues, shumë të hapun, duke fillu me kolegë brenda institutit, me institucione kërkimore shkencore dhe ato të arsimit të lartë, kemi mbri me lidh marrëveshje bashkëpunimi, vetëm vitin që shkoj më shumë se 10 marrëveshje të bashkëpunimi, i kemi lidh me institucionet kërkimore shkencore, po edhe me biblioteka, edhe me gjitha ato që kontribojnë për institutin, po edhe instituti mundet që të kontriboj për to. Prandaj me ne bashkëpunim kemi mbri që t'ja dalim dhe ta drejtojmë institutin. Gjatë kësaj periudhe jam fokusu sidomos tek botimet dhe tek konferencat. Për një periudhë 3 vjeçare kam mbri që botuan 58 botime shkencore, pa përfshi edhe 4 numra të revistës Kosova, cilat vazhdimisht kanë dalë. Po ashtu vitin që shkoj kemi organizu 13 aktivitete
duke përfshi konferenca, tryeza, simpoziume, promovime, se cili aktivitete don kohën për kushtimin, Sigurisht. po megjithatë ja kemi dalë, sepse me një marrëveshje të bashkëpunimit me institucione cilat e bëjmë punën e njëjtë si ne, ja kemi dalë që të realizojmë projektet, po dhe të sjellim rezultate. Cila është sfida më e madhe? Për Është ins- aspekti financiar Jo, në për botimin e për këtyre? Institutin e Historisë nuk jemi kaq mirë jemi në aspektin financiar, po sfida kryesore që po na përcjell që disa vite është objekti. Do thonë mungesa e një hapësire të duhur, të mjaftueshme me zhvillu veprimtarinë kërkimore shkencore, është një sfidë e cila po e përcjell institutin që disa vite nuk kemi hapësirë të mjaftueshme, ka 4-3 studius me një zyre, prandaj nuk janë hapësirat mjaftueshme. Ato hapësirat cilat I ndajmë me 3 ose 4 studius, ndoshta për një studius janë komode, po për më shumë nuk janë. Po shpresojmë që të ardhmen të zgjerohemi me objekt dhe të krijohen kushte më të mira, po për megjithatë përkundër vështirësive ne e kemi dalë. Planin e punë vazhdimisht e kemi realizuar ashtu siç e planifikojmë në fillim të vitit. Për institutin ka qenë sfidë sepse para 2 vite jemi zhvendosur nga objekti e Agjencia Arkiva Shtetërore të Kosovës, ku kemi qenë për disa vite. Jemi vendosur tek objekti I institutit. Ka qenë mjaft sfiduese sepse nuk kemi mbri ta sjellim bibliotekën dhe depon, po me një punë me një angazhim kemi mbrisë edhe bibliotekën ta sistemojmë, po ashtu edhe depon ku I vendosim botimet tona, ta krijojmë një hapësirë dhe ta sistemojmë. Për momentin instituti është kompletuar me staf, me bibliotekë dhe me depo, të cilat janë shumë të rëndësishme dhe me shumë interes për zhvillimin e punës dhe projekteve tona. Zonja Teuta, ju jeni doktor I historisë dhe temën të cilën e keni pasur gjatë studimeve të doktoratës quhet Drishti në mesjet. Na flisni pak për këtë libër. Po, unë kam doktoru në Tiranë te profesori Pllumgjufi. Tema ka qenë Drishti në mesjet. Drishti ka qenë një qytet afër Shkodrës, ka qenë mjaft një qendër shumë e zhvilluar, një qendër shumë e rëndësishme, fatkeqësisht sot nuk e ka atë famë dhe atë lavdi që e ka pas më herët. Ka qenë një qytet I vogël, po ka bu shumë dhe ka kontribu shumë për atë, për atë kohë. Është njohur sidomos për statutet e kishës katedrale të Drishtit. Kanë mbri, janë rujt ato, janë publiku dhe janë një pasuri shumë e madhe, shumë e interes, siç është organizu jeta kishtare në atë qytet. Ka qenë qytet I vogël, po ka pas shumë kisha, shumë katedrale, po ashtu ka pas edhe figura, familje shumë cilat kanë dhënë kontribute, qoftë në periudhën e Skënderbeu, qoftë pas periudhës Skënderbeu. Do të thonë, nga ai qytet kanë dalë figura cilat kanë lënë edhe sot gjurmë edhe vazhdimisht janë me shumë interes dhe falë hulumtime dhe studimeve tona vazhdimisht po kemi mbri që të sigurojmë dhëna të reja edhe unë nuk jam dalë jo vetëm me libër, po për katë qytet kom punu vazhdimisht, qoftë me pjesëmarrje nëpër konferenca, qoftë me punime në revistën Kosova, jo mundu me vëmë pa kontributin e grave, për shembull sa kam pas drejta gratë në atë kohë, jo mundu me vëmë pa kontributin e familjeve fisnike, cilat në atë kohë kanë vepruar në drisht, po ashtu ja mundu edhe për aspektin ekonomik, ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në ekonominë e mesjet, sidomos doganat I kam trajtu të atij qyteti, edhe me aspektet kishtare jo marr. Po ashtu jo marr edhe me priftrin të cilë përveç si priftrin kanë shërby edhe, I kemi ndesh edhe si noter, kanë shërby edhe punë cilat janë dalë jashtë asaj, jetës fetare ose kishtare. Po sot Drishti? Sot ekziston, unë e kam vizitu, fatkeqësisht më tepër I përngjan një gërmadhe, po megjithatë burimet, materialet, publikimet e kanë ringjall atë pjesë. E kur është shkatru? Po me ramjen në studimin Osman, një pjesë shumë e madhe e popullsisë janë zhvendosur në Venedik, sepse kanë pas raporte shumë të mira me Venedikun, edhe kështu që gradualisht qyteti ka humb famën, e ka humb lavdin, është hupa I zhvillimi ekonomik,
dhe kështu gradualisht Dhe sot një gërmat. është thuja se është braktisë. Nga botimet tuaja, një nga botimet tuaja trajton edhe gjenocidin në rajonin e Pejës gjatë vitit 1999. Sa sfiduese ka qenë trajtimi i kësaj teme dhe çfarë ka sjellë të re ky studim? Po, jo marrë sidomos edhe pse, domethënë fush ngosht studime kam historinë e mesjet, jo marrë me gjenocidin serb në rajonin e Pejës, thjesht jo mundu me grumbullu fakte, me grumbullu dëshmi për gjitha ato krime cilat kanë ndodhur, sidomos pas ndërhyrjes së NATO-s në Kosovë, jo mundu me përfshi ato fshatra, ato vende ku kanë ndodhur masakra, ku kanë ndodhur krime, forcat serbe ku kanë kry krime, dhe jo mundu që me sjell para lexuesit, po dhe para opinionit gjerë një pasqyrë se çfarë ka ndodhur në Kosovë, sidomos në periudhën pas ndërhyrjes NATO-s, mars 99 deri në qershor, ka qenë mjaft sfiduese, ka qenë jo shumë e lehtë sepse është një temë mjaft e ndihshme, po megjithatë kombëri jo mundu me dhon dhana sakta, me hulumtu, me bashkëpunu me qytetar, me bashkëpunu me dëshmitar, po ashtu kombëri me siguru dëshmi cilat dëshmitarët i kanë thonë me njerë pas luftës, do me thonë mas shumë një muaj ose 2 muaj pas përfundimit luftës i kanë thonë dëshmitët i kanë pas gjanat shumë të freskëta për atë se çka ka ndodhur. Unë shpresoj që në të ardhmen ta vazhdoj këtë projekt dhe ta përfshi komplet Pejën, sepse nuk është përfshi, domethënë nuk janë përfshi komplet fshatrat e Pejës, është përfshi një rajon që po shpresoj që shpejt edhe pjesë tjera cilat kanë mbet pa përfshin këtë monografi dalin si pjesë e veçantë, sepse është obligimi ynë që sa ma shumë mbledhin fakte për atë periudhë e cila duhet mbulohet me fakte, me dëshmi, me argumente, është punu, po nuk mendoj që është punu sa duhet. Ka akoma punë për të bërë, për të argumentuar krimet cilat Serbia, forcat serbe i kanë kryer gjatë luftës në Kosovë. A ua ka kërkuar dikush këtë libër si dëshmi apo thjesht ka mbetur një botim në duart e lexuesve? Unë jam mundu që të shërbej Kosovës. Jo mundu me shpërnda, me qenë se është botimi i institutit, je mundu me shpërnda në për biblioteka, me shpërnda në për ato vende ku na mendojmë që duhet shkon, po unë mendoj që botimet tona përgjithësi cilat i kushtojnë luftës fundit Kosovë duhet përkthehen në gjuhë huja. Botimet në gjuhën shqipe janë botime që thjesht na po i bëjmë për veti, vetë po i shkruajmë, vetë po i lexojmë, duhet përkthehen në gjuhë huja, duhet depërtojmë në për biblioteka, sepse dim Serbia ka bu propagandë shumë të madhe kundër luftës në Kosovë, ka bu propagandë duke mundu me arsitu veprimet e veta, po ne çka na mbetet neve si studius, po dhe si institucione kërkimore shkencore, na mbetet që të fillojmë projekte të reja dhe të fillojmë të merrem edhe më shumë me atë pjesën e përkthimit dhe shpërndarjes në për vende ose biblioteka cilat ne mendojmë që Serbia ka bu propagandë dhe me fakte dhe dëshmi ta demantojmë atë propagandë. Cilat janë planet dhe projektet për e ardhshme të Institutit Ali Hadri? Po, instituti në fillim vitit e ka miratu planin e punës, përveç promovimit që dje e përfundum, në kuadër planit punës janë edhe disa konferenca, cilat instituti do t'i organizoj këtu në Prishtinë, po edhe konferenca cilat do t'i organizoj me bashkëpunëtorët që i kemi në Tiranë. Unë kisha me veçu në qershor është konferenca tashmë tradicionale që i kushtohet luftës fundit në Kosovë. Këtë vit e kemi përzgjedhë një temë jetësimi i herojve dhe dëshmorëve 1980-1999. Një ditë para konferencën do të mbahet një ekspozitë dhe ajo do të jetë me tematikë nga lufta e fundit në Kosovë. Paka shumë do t'i përshtatet, do t'i përshtatet paka shumë tematikës e konferencës. Konferenca do t'jetë 2 ditore sepse ka
në numër shumë të madh të interesuar për pjesëmarrje. Përveç kësaj, instituti do të organizon një konferencë për figurën e Luish Gorakuqit, po ashtu edhe për shqiptarët në sytë të huajve, shekullin 19-20, si na kanë pa tujt si kanë pa shqiptarët, po ashtu një konferencë tjetër me interes do të jetë ekonomia e Kosovës 1912 1999, do më thonë do të përfshihet edhe ajo periudha e shkatrimit, do më thonë ajo periudha e luftës, po ashtu me interes do të jenë konferenca për mesjetën e cila do të mbahet në Tiranë, ku organizatori i parë është Instituti i Historisë Tiranë, ne jemi në bashkëorganizim, po ashtu edhe me autoritetin e dosjeve. Kemi një konferencë për kufirin, po ashtu kemi me 22 deri me 24 prill do të jemi në panajirin e librit akademik dhe shkencor që organizon Akademia e Shkencave në Tiranë, dhe aty do t'i ekspozojmë botimet tona dhe do t'i përorojmë 2 përmbledhje nga konferencat. Përveç planeve të përgjithshme, instituti ka dhe planet individuale të studiusve dhe ata punojnë projekte të cilat janë 3 deri në 5 vjet varësisht prej temës cilën e trajtojnë. Zonja Teuta, të falenderoj shumë që ishit sot me ne, kaq e kishim kohën për të biseduar sot. Ju urojmë shumë suksese dhe juve personalisht, por dhe Institutit të Historisë. Faleminderit edhe juve.